Si shtëpi, me vepra të krijuara gjatë 2 viteve të fundit. Në hapjen e ekspozitës ka qenë prezent gazetari Jone Rinxhushi, për të cilin na sjell kronik për të gjitha informacionet e detajuara për sa i përket hapjes së kësaj ekspozite. Galeria Kombëtare e Kosovës, Qafa, hapet zyrtarisht për publikun me ekspozitën personale të artistit Valdrin Thaçi, duke shënuar fillimin e një kapitulli të ri për këtë hapësirë të artit bashkohor në Prishtinë. Kjo ekspozitë, e cila bar titullin Shtëpia mbi kodër, inauguron programin e zgjeruar të Galerisë Kombëtare, e cila që nga ky vit ka marrë në administrim edhe ish galerinë e Ministrisë së Kulturës. Valdrin Thaçi është një nga zërat e rinj të skenës artistike kosovare, i njohur për qasjen e tij introspektive dhe eksperimentale që ndërthur pikturën me elemente të skulpturës. Në punën e tij, ai shpesh eksploron temat e identitetit, kujtesës dhe vendbanimet emocional, duke krijuar hapësira që sfidojnë përkufizimet klasike të artit figurativ. Shtëpia mbi kodër vjen si emër, është lidhur në fakt direkt me skulpturën e cila ndodhet brenda në ekspozitë, që është një maket e shtëpisë tame të fëminisë, unë kom lind që ka qenë vendosur kështu me një kodër. Kështu që emri vjen direkt prej kësaj situate. Po, në fakt gjitha punët janë punë bajagi, i kisha veçu si punë personale, kështu në përgjithësi, se cila punë që është e vendosur. Më duket ky nocioni i shtëpisë është ndryshe për se cilin. Mirë po, në fond prapë është që kjo farë, është prej gjeneza e një personi, ose nuk e di. Mundet me qenë shumë sende, mundet me qenë fizike, mundet me qenë emocionale. Tek së fund mi kom fillu me eksploru ma shumë këtë nocionin e shtëpisë, pasi që më duket kur arri një kohë caktuar fillon me u preokupu ma shumë me tema tilla personale, kështu që ja. Po them se artisti zakonisht në fakt të punën e krijon prej pikpamjes personale. Mirë po, në momentin që vendoset puna për publikun, atëherë bëhet në fakt kolektive, sepse puna nuk i takon mo artistit, mirë po është e tjetrit, e për publikut, kështu që ti si publik i jep kuptimin tënd të punës, kështu që po mundesh me thonë që në fakt çaj është ideja e një pikture, është që tjetri i jep kuptim, jo artistin thelb, edhe pse vjen prej personales, mirë po pastaj bëhet kolektive. Të me marrë parasysh edhe me këto tematikat universale shpesh në këtë mënyrë, domethënë, sikur tema e shtëpisë. Është temë universale që secili e ka përvojën e vet me këtë narrativ. Prej gjitha punëve, domethënë, se janë punë prej 3 viteve të fundit, prej gjitha punëve unë i kam selektu këto, domethënë është kjo seria, janë edhe 2 piktura tjera që i kam selektu, domethënë që e zbërthejnë mirë këtë narrativën e ekspozitës, kështu që natyrisht që punët kanë një lidhje me njëra tjetër, që flasin me njëra tjetër. Punët janë tepër vinë prej personales, mirë po kur janë kështu të ekspozume në hapësirë, bëhen universale, kështu që secili e merr atë që e sheh me një punë artistike. Po në fakt kjo nuk është ka qenë planifikuar me u bë ekspozita këtu, mirë po ashtu i ka rrohur, pasi që hapësira atje është në renovim e sipër, është kjo hapësira këtu. Personalisht, mu më ka pëlqyer tepër hapësira, edhe shkaku i këtyre 2 dritarëve të mëdha, sepse po ta lejon me pa ekspozitën prej 2 këndvështrimeve të ndryshme. Kështu që e shton edhe një layer të narrativës brenda ekspozitës, që shihet prej 2 radhave. Kështu që po më duket që është qasje ma ndryshe, sepse është kështu pak ma hall.
ekspozita ka ma shumë qasje, dhe më thonë prej njerëzve që kalojnë për punë gazi, duke marrë parasysh që galeria ka qenë më shumë e mbyllur si hapësi, nuk ka shumë vizibilitet prej jashtë. Dhe këtu, do më thonë, edhe kalimtarët që kalojnë mundën me pa punën mranda, pa e pas plan heq me shku në ekspozitë. Galeria Qafa do të funksionojë në administrimin e drejt për drejt të galerisë kombëtare, duke shënuar një shtrirje të re të programit të saj artistik dhe kuratorial. E pozicionuar në zemër të kryeqytetit, kjo galeri do të ofrojë një platformë të dedikuar për artin bashkëkohor me theks të veçantë në mbështetjen e artistëve të rinj, komisionimin e veprave të reja dhe organizimin e ekspozitave të para personale. Për neve ka rëndësi të madhe në këtë moment, për shkak që Galeria Kombëtare e Kosovës i nështrohet renovimit këtë vit. Vetëm javën e ardhshme, në fund të javës së jashtme fillojmë renovimin, kështu që ka qenë e domosdoshme që mu kriju një hapësinë e re, ku mujmë me vazhdu me programin edhe mësë me ndërprej programin e prezentimit të ekspozitave. Gjithashtu në të ardhmen do të kjo njësi do të mbetet si njësi përbërëse e Galerisë Kombëtare të Kosovës, ku do të zhvillohen më shumë ekspozita me fokus te të rinjet, të promovimi i të rinjeve, ku do fokusohemi edhe te prodhimi i veprave dhe te stimulimi i punë i veprimtarisë së tyre në mënyrë që të prezantohen sa më densisht, jo vetëm në Kosovë, po dhe jashtë. Ky ka qenë vendim i Ministrisë Kulturës, do të i ministrit, dhe ka ardhur për shkak që tash me ligjin e ri, ligji e njeh vetëm një institucion të artit pamor, dhe ajo është Galeria Kombëtare e Kosovës, edhe pra ato kanë vendosur se kjo ka faktikisht ka qenë njëjtë, Galeria e Ministrisë Kulturës, dhe na vetë si institucion jemi pjesë e institucion i Ministrisë Kulturës, kështu që jemi pa i staf që kemi qenë, vetëm që tash programi zhvillohet, është një program, nuk janë dy programe të ndome. Jemi do të thotë në biseda bashkë edhe me këshillin drejtues për me gjetë edhe hapësira tjera të përkohshme, jo të përhershme. Mirë po, renovimi i galerisë do të zgjatë një vit, edhe shpresojmë që mas një viti kalojmë edhe atje dhe mandej në 2 hapësina të mbahet programi vjetor, që do të thotë është një program me ide ndonjë si ai programi që ka qenë deri tani. Statuti aktual që është do të zgjerohet, pasi që tash kemi edhe ligjin e ri, dhe me ligjin e ri lejohet do të thotë intervenimi në statutet e reja, kështu që me statutin e ri besoj që kemi me pas edhe një rregullore të veçantë për galerinë e vogël, Qafa. Kjo galeri do të funksionojë si një laborator idesh dhe formash, duke krijuar kushte për eksperimentim artistik, reflektim kritik dhe dialog me publikun.